Këto ditë, poetja po merr një vëmendje të madhe në sezonin e tretë të Fermës, duke u kthyer natyrshëm në një nga personazhet më të ndjekur. Para pak ditësh, ajo u shpall nga votat e publikut si fermerja e preferuar, duke dëshmuar se karakteri i saj pa filtra po i mban njerëzit të mbërthyer pas ekranit. Por për te lojës, brenda shtëpisë, historia e saj personale mbar detaje mjaft interesante. Mimoza, e cila është nënë e dy vajzave, ka ndarë vite të rëndësishme të jetës me studiuesin dhe akademikun e njohur Aurel Plasari. Megjithatë, kjo martesë përfundoi pikërisht për shkak të përplasjes së dy botëve thellësisht të kundërta. Shpirti bohem, rebel dhe i lirë i poetes e kishte të pamundur të bashkëjetonte gjatë me korniza dhe rregulla strikte të një jete akademike. Këtë mospërputhje, ajo i kujtoi me doza humori dhe gjatë bisedave në Fermë, duke treguar se ish bashorti i paralajmëronte miq të shmangnin bisedat me të pas mesnate. Kjo nevojë për liri absolute është e njëjta arsye pse ajo ruan një qëndrim aq kritik ndaj burrave shqiptar. Sipas Mimozës, ata shpesh kanë një qasje dominuese dhe pronësie ndaj partnerëve të tyre. Ajo thekson se atyre u mungon eleganca shpirtërore dhe ndjehen lehtësisht të pasigurt apo të kërcënuar përballë një gruaje që gëzon pavarësi të plot mendore. Një rrëfim që zbulon qartë pse ajo mbetet një gruaj që refuzon të jetojë brenda pritshmërive të shoqërisë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.